E kam si gocën time, marrëdhënia e Mirit dhe Selinit në Big Brother VIP ndez rjetin. Në shtëpinë e Big Brother VIP, një situatë mes dy banorëve ka shkaktuar debat të fortë në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për Mirin dhe Selinin, të cilët janë parë në momente afrimiteti që kanë ndezur reagime të shumta nga publiku. Pamjet ku Miri shihet duke fjetur pranë Selinit, duke përkëdhelur dhe duke I ledhatuar flokët, janë shpërndarë masivisht në rrjet. Situata ka marrë edhe më shumë vëmendje pasi Miri është I martuar, ndërsa vetë ai ka deklaruar se sjellja e tij ndaj Selinit është si ndaj vajzës së tij. Pikërisht kjo deklarat ka shkaktuar polemikën më të madhe, pasi shumë djegës e shohin sjelljen si të papërshtatshme. Komentet dhe reagimet janë të ashpra dhe ironike. Kjo sjellje është e neveritshme. E kam si gocën time, po kjo nuk duket as pak normale. Sa shpejt e harroi gruan jashtë. Flen me të, dhe pastaj thotë është si vajza e tij. Babi dhe goca, duke komunikuar, shkruan një komentues me ironi. Të tmerrshme, këto lloj prekjesh. Ky doli personazhi më I çuditshëm I këtij edicioni. Debati mbetet I hapur. Është kjo thjesht një sjellje mbrojtëse si babe bi, apo një kufi që është e kaluar brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri?